Ora shënon 22:03 mbrëmja e së enjtes, ku niveli i Vjosës ka arritur në kuota 8.2 metra mbi nivelin e detit. Ndërkohë që situata vazhdon të jetë ende në alertë, sikurse ka theksuar dhe në intervistën e dhënë për Blu Televizion, kreu i emergjencave civile Haki Çako. Ndër të tjerat, Çako tha se janë evakuar 14 familje në të dyja bashkitë, në bashkinë e Vlorës dhe në bashkinë e Fierit, dhe konkretisht 7 familje janë evakuar në Novosel, 3 janë evakuar në fshatin Fitore dhe 4 familje të tjera janë evakuar në fshatin Ferras të bashkisë së Fierit. 10 banesa janë prekur nga dalja e lumit Vjos nga shtrati, bëhet fjalë për 7 banesa të komunitetit rom në Novosel dhe 3 banesa në fshatin Fitore. Sipas emergjencave civile, të cilat janë pozicionuar prej ditësh në fshatin Fitore, pranurës së Mifolit, prurjet e Vjosës, të cilat kanë shkuar deri në 8.3 metra, kanë përmbytur me 10 hektar tokë bujqësore në fshatrat Mifol, Novosel dhe Fitore. Sipas kreut e emergjencave Haki Çako, në intervistën e dhënë për Blu Televizion, mbrëmjen e së enjtes, situata e alertit nuk ka kaluar dhe janë evakuar 10 familje në territorin e bashkisë Vlorë dhe 4 në territorin e bashkisë Fier. Forcat e armatosura do të qëndrojnë të pozicionuara pranurës së Mifolit deri në normalizimin e situatës, tha Çako. Jemi në monitorim të plot të niveleve të Vjosës në Mifol. Kemi gati 1 orë që niveli është i unifikuar, ka kapur vlera rreth 8 metër sipas hidrometrit. Presim që të kemi një trajektore në rënje së shpejti. Gjithsesi, prapë jemi në nivelet e alertit, jemi në komunikim me të gjitha institucionet dhe strukturat që kemi prezent, por edhe me banorët. Ndaj dhe po e ndjekim drejt për së drejti situatën. Shpresojmë sepse prurjet nga matja në Tepelen dhe në përmet janë në rënje të konsiderueshme nga nivelet që kanë pasur në mëngjes. Kuptohet që tashmë jemi në nivelet maksimale këtu, pasi është përqendruar gjithë prurja e Vjosës nga gjithë zona jugore dhe nga rreshtet e rëna në pjesën e Greqisë. Sa banesa janë prekur nga ujtë në këto momente dhe sa familje janë evakuar, a janë sistemuar? Në të dyja anët e Vjosës, qoftë në bashkinë e Vlorës, qoftë edhe në bashkinë e Fierit, janë rreth 10 banesa nga pjesa e Vlorës dhe 4 banesa nga pjesa e Fierit, cilët janë evakuar dhe që janë sistemuar pranë të afërmëve të tyre dhe presim, kontrollojmë dhe monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme çdo centimetër të lëvizjes së Vjosës. Për momentin nuk ka rrezik, gjithsesi, për sa kohë jemi në alert, jemi në pritje edhe të niveleve të Vjosës. Emergjenca do të qëndrojnë dhe forcat armatosura apo do të vazhdojmë të jemi në krye të detyrës deri në momentin që do të ketë nevojë gjithë komuniteti. Jemi këtu për të shërbyer komunitetit dhe për të menaxhuar fatkeqësinë natyrore të përmbytjes. Ndërkohë për banorët e zonës situata është e vështirë. Vjosa është një lumjegër i rrëmbyeshëm dhe i paparashikueshëm në dëmet që mund të bëjë, thanë ata. Parashikohet situata është shumë e keqe. Për arsyeën e punës urës atje të autostradës është shumë e keqe. Ne jemi të fshatit Bishan, kemi dimër për dimër kemi rreziqe. Edhe këtë radhë rrezikojmë shumë. Dëme kemi pasur dëme kështu materiale, dëme të bujqësore, se me ato merremi, se në fshat jemi, s'kemi zgjidhje tjetër me këto, që të bëjmë në gjë tjetër. Fshatrat, niveli sa vine po rritet dhe rrezikojmë fshatrat atje. Ujtë do ikje dhe ura atje, vete në bazë, ura është bërë, jo urë, po është bërë kanal, se s'quhet lumë, quhet kanal ati, në atë mes. Prandaj shteti të marri masat për të gjë. Deri tani ka dalë në shtrati, një gjë që është e sigurt, sepse ne kemi një stakatu, që është bërë para 4-5 vjetë, janë gjithë përfalendëruar, që na lartë deri poshtë. Qa ndodh? Ne përmbytemi vetëm na ure e re që është bërë të autostrada. Do marë masë sepse ure vjetër që kemi ne sot, që ka bërë gjagji atëre, është 280 hapësirë drite. Me këma, kurse pjesa urës re që është bërë
Në 2009, ne nuk kemi mbytur, i mbytëshim jenë 50 vjetë, jenë 10 vjetë. Po sot, ne mbytëm çdo, ne mbytëm para 4 vjeç, 2021. Dhe është rrezikon. Po rrezikon ata. Se apo kaloj stakatë rrezikojmë. Në për Fitoria, fshati janë Fitore këtu, Bishani, Novosela, që janë 3 fshatë janë afër. Ja ke edhe banorët e këta në Bishani. Kamera e Blu Televizion ka parë nga afër dhe një shqetësim tjetër të banorëve të zonës, dëmtimin e argjinaturës së Bishan Poro, e ndërtuar në vitin 2019, por erozioni ka bërë që një pjesë e argjinaturës të pëstojë dëmtime serioze. Prej 3 ditësh, lumi Vjos ka mbajtur në alertë banorët e njësisë administrative Novosel, por dhe institucionet vendore dhe ato qendrore.